Gjyqtari Astrid Kalaja, i cili u vra një ditë më parë brenda ambienteve të gjykatës së apelit në Tiranë, do të vendoste dhe për fatin e 32 familjeve dursake, të cilat rrezikojnë të përfundojnë në rrugë. Bëhet fjalë për 32 familje që prej 3 dekadash banojnë në vila 36 dhe 38 në zonën e plazhit të Durrësit, por që vendimi i gjykatës së parë u kërkon të dalin nga shtëpitë e tyre, sepse 2 godinat janë privatizuar nga pronari i Trullit dhe nuk janë më pronë e bashkisë. Familjet janë drejtuar gjykatës së apelit për të kundërshtuar vendimin në shkallës së parë, dhe çështja gjyqësore është shumë e ngjashme pikërisht me çështjen e familjeve në Shkodër, verdikti i të cilës i mori jetën gjyqtarit Kalaja nga dora e 30 vjeçarit Elvis Shkambi. Durrës Lajm mëson se familjet dursake që ishin drejtuar apelit kishin kërkuar për shpejtim seance për gjykimin e çështjes së tyre, me që përmbarimi u kishte lënë afat deri më datë 5 tetor për të liruar banesat e tyre në mënyrë vullnetare. Por vrasja e gjyqtarit Kalaja sjell përpasoj vonesa në dhënien e vendimit nga ana e apelit, sepse të gjitha dosjet e gjyqtarit të ndjer do të rishortohen dhe në muajin dhjetor 32 familjet mund të mësojnë emrin e gjyqtarit të ri që do të shqyrtojë çështjen e tyre.